Ditën e djeshme, në shtëpinë e Big Brother Vipëll Benja 5, vëlla i madh vendosi që të gëzonte banorët dhe t'i organizonte një festë në darkë. Festa do të ishte me DJ dhe banorët do të visheshin si në party dhe do të festonin duke dëgjuar muzikë apo duke pirë dhe pije të ndryshme. Gjithçka po shkonte mirë, megjithatë, edhe një herë vëmendjen e tërheq çifti apo dy banorë dhe protagonistët, Brikena dhe Mateo. Duket që Brikena e pëlqen shumë këngën e Elvana Gjatës Puthe dhe DJ nuk mund të mungonte dhe ta vendoste këtë këngë. Në këtë moment, të dy banorët, pra edhe Brikena dhe Mateo shikohen në momentin që muzika thot fjalën Puthe, ndërkohë që banorët kanë gëzuar shumë duke bërtitur që ta puth. Të dy banorët kanë qeshur, megjithatë, edhe pse puthja nuk ka ndodhur, duket se ekzistojnë disa shkëndija. Mateo e ka shprehur pëlqimin e tij ndaj Brikenës, ndërkohë që edhe pse Brikena qëndron e ftohtë dhe stoike në mendimin e saj që nuk e pëlqen atë, përsëri, shikimet apo veprimet e saj tregojnë të kundërtën. Do na duhet që t'ja lëm kohës për ta parë këtë gjë, nëse ky çift do ndodh apo të banorët do të afrohen me njëri tjetrin. Sipas mendimit të publikut, Brikena e pëlqen atë, po ka frikë se çfarë do të thotë familja nga jashtë, ndërkohë që të tjerë kërkojnë që në ekran e saj t'i shfaqet intervista që bëri mamaja e saj, ku e pranonte Mateun nëse Brikena do ta dëshironte. Kjo gjë, sipas mendimit të publikut, do ta lehtësonte punën e asaj dhe do të ishte më e qetë për të vazhduar një njohje të re përsëri me Mateun. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se ky çift do ndodh apo e gjitha kjo është për një lojë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.